Ambasada e Shteteve të Bashkuara paremëron do të anullohet vizat të huajve që kryejnë krime dhe nxisin dhunë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka përsëritur parlemërimin e Departamentit Amerikan të Shtetit për anullimin e vizave ndaj shtetësve të huaj që kryejnë vepra penale, nxisin dhunë ndaj qytetarëve amerikanë apo konsiderohen kërcënim për sigurinë kombëtare. Përmes një postimi, ambasada thekson se kjo masë po zbatohet në kuadër politikës së administratës presidentit Trump. Në udhëheqjen e presidentit Trump, Departamenti i Shtetit po anullon vizat e shtetasve të huaj që kryejnë krime, nxisin dhunë ndaj amerikanëve ose kërcënojnë sigurinë tonë kombëtare, thuhet në mesazhin e shpërndar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Në fillim të muajit gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se prej rikthimit të Donald Trump në shtëpinë e bardhë janë anulluar 175.000 viza për shtetasit të huaj. Sipas autoriteteve amerikane, masat kanë prekur persona që dyshohet se kanë shkelur kushtet e vizave, kanë kryer krime, kanë mashtruar autoritetet, kanë abuzuar me sistemin e migracionit ose janë konsideruar rrezik për sigurinë kombëtare. Mes rasteve të përmendura përfshihen personat e akuzuar për drejtim automjete në gjendje të dehur, sulme fizike, vjedhje, vepra të lidhura me drogën, dhunë në familje, abuzim me fëmijë dhe mashtrim. Autoritetet amerikane kanë përfshirë gjithashtu në këtë kategori dhe raste që lidhen me akuza për përdhunim, trafikim dhe shfrytëzim seksual të miturve. Departamenti i Shtetit ka bërë të ditur se masat janë marrë ndaj shtetasve të huaj që sipas autoriteteve amerikane cënojnë interesat e politikës së jashtme amerikane.